Sadakaja për babain e vdekur e bën të pasur. Duke rrëfyer ëndrrën e tij, një dietar islam, ndër të tjera ka thënë: kam parë në ëndër një grup muslimanësh, të cilët kanë vdekur dhe të gjithë ishin të lumtur dhe të kënaqur, përveç një plaku në mesin e tyre, i cili shkonte pas të tjerëve, por ishte i pikëlluar dhe i shqetësuar. Në ëndër e pyeta për shkakun e pikëllimit të tij, kurse ai mu përgjigj: ata janë të gëzuar sepse familjarët e tyre, të cilët janë ende në dynja, po japin sadaka për ta dhe po bëjnë vepra të tjera të mira, kurse për mua askush nuk po e bën këtë. Unë e pyeta atë: a nuk e ti ndonjë pasardhës në dynja që të jap sadaka për ty? Ai mu përgjigj: unë kam një djalë që punon në një lum si zbardhues liri. Kur u zgjova, shkova tek lumi për të parë nëse ëndra ishte e vërtet, dhe me të vërtet, buz lumit, është një djalë të ri që e zbardhte lirin, duke përsëritur vazhdimisht një fjalë: skamje, skamje. Unë e pyeta: o djalosh, çfarë do të thuash me ato fjalë? Ai mu përgjigj: ajo do të thotë se furnizimi im dhe i familjes sime është i dobët. Pastaj unë i thash: pse nuk po jep sadaka për baban tënd të vdekur? Ai mu përgjigj: unë nuk posedoj asnjë pasuri. Megjithatë, u përpoqja ta nxisja që të jepte sadaka, kështu që i thash: jep sadaka ndonjë gjë, qoftë edhe të parëndësishme. Pastaj i riu u zemrua dhe mori 3 herë ujë me grushta nga lumi dhe i hodhi në breg duke thënë: ja, kjo është sadakaja ime për babain tim, sepse nuk kam asgjë tjetër. Natën e dytë e pash përsëri atë plaku në ëndër, por tani ai ishte i lumtur dhe i gëzuar. E pyeta: cila është gjendja jote tani? Ai mu përgjigj: ai ujë i pak që djali im e hodhi në breg si sadaka për mua, ishte shumë i dobishëm për mua, dhe ajo sadaka më largoi pikëllimin dhe brengën. Unë shpresoj që Allahu t'i japë bereqet në pasurinë e tij dhe ta ketë me bollëk. Unë u habita nga përgjigja e tij, andaj thash: ata 3 grushta ujë nuk janë asgjë, nuk kanë vlerë, sepse djali yt nuk i ka dhënë të pijë të eturit që ti të marrësh sevape prej saj. Atëherë plaku tha: kur ai i hodhi 3 grushta ujë në breg, në atë moment në breg ndodhe një peshk që po i jepte shenjat e fundit të jetës. Dhe kur ai e derdhi ujin mbi të, ai u ringjall dhe arriti të rikthehej në lum. Për shkak të asaj vepre të mirë të djalit tim për mua, Allahu i lartësuar më ka shpërblyer shumë dhe po e lut Allahun që djalit tim t'i jap të mira në këtë botë dhe në ahiret. Pas disa muajsh e mora vesh se djali atij plakut nga ëndra ime ishte bërë një burr jashtëzakonisht i pasur. Prandaj mos keni turp të jepni sadaka, qoftë edhe në sasi të vogël. Dijeni se bamirësia ndaj prindërve nuk përfundon pas vdekjes së tyre, sepse për shkak të bamirësisë që bëjmë për ta, Allahu i plotfuqishëm na dhuron bereqet dhe pasuri në këtë jetë dhe i shpërblen begatshëm të gjithë ata që bëjnë vepra të mira dhe luten për prindrit e tyre të vdekur. Aisha radiallahu anha tregon se një njeri ka thënë pejgamberit alayhis salam: vërtet, nëna ime ka ndëruar jetë dhe kam parë se, sikur të mundej të fliste, do të më urdhëronte të jap sadaka apo o lëmosh për të. A ka dobi nëse unë jap sadaka për të? Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: po. Allahun e lusim të na fal dhe të na mëshirojë. Amin.